Mirë se erdhët në një episod të ri të AI and Ethics, podcasti ku flasim për inteligjencën artificiale, jo vetëm si teknologji, por si një forcë që po ndikon mënyrën se si mësojmë, punojmë, marrim vendime dhe organizojmë shoqërinë. Në këtë episod do të flasim për diçka që në pamje të parë duket shumë e thjeshtë, pyetjet që njerëzit i bëjnë inteligjencës artificiale. Por pas një pyetje të thjeshtë mund të fshihet shumë më tepër. Kur një qytetar pyet se si të plotësoj një formular, ndoshta nuk kemi vetëm një person që nuk e kupton procedurën. Mund të kemi një procedurë publike të ndërtuar në mënyrë tepër të komplikuar. Kur një fermer pyet se çfarë sëmundje ka prekur bimët e tij, ndoshta nuk kemi vetëm një pyetje për bujqësinë. Mund të kemi një zonë ku mungon këshillimi i arritshëm profesional. Kur një prind kërkon ndihmë për detyrat e fëmijës, mund të kemi një familje që nuk ka mundësi të paguajë një mësues privat ose një komunitet ku mbështetja arsimore është e kufizuar. Dhe kur një qytetar i një zone të thellë pyet si ta kuptoj nëse duhet të shkoj urgjentisht tek mjeku, kjo pyetje mund të tregojë jo vetëm shqetësimin e tij shëndetësor, por edhe largësinë nga qendra më e afërt mjekësore. Për të eksploruar këtë temë, ne i bëm ChatGPT-s një seri pyetjesh. E pyetëm se çfarë mund të kërkojnë modeleve të artificial intelligence banorët e zonave të ndryshme të Shqipërisë. E pyetëm si mund të ndryshojnë nevojat nëpërmjet zonave të thella, zonave bujqësore, qyteteve të vogla dhe qendrave të mëdha urbane. Më pas përgjigjet e gjeneruara i organizuam në formën e një studimi konceptual. Dua ta theksoj që në fillim se ky nuk është një studim i mirëfill shkencor. Nuk kemi analizuar pyetje reale të përdoruesve. Nuk kemi një kampion statistikor. Nuk kemi intervistuar qytetar dhe nuk kemi të dhëna të verifikuara sipas qarqeve. ChatGPT nuk ka akses në bisedat private të qytetarëve dhe nuk mund të deklarojë se çfarë pyesin realisht banorët e një zone të caktuar. Prandaj, ajo që do të diskutojmë sot nuk duhet të trajtohet si fakt statistikor. Është një ushtrim eksplorues. Një mënyrë për të treguar se si modelet e inteligjencës artificiale mund të përdoren për të formuluar hipoteza, për të identifikuar pyetjet e duhura dhe për të ndërtuar bazën e një kërkimi të vërtetë. Qëllimi ynë është të kuptojmë se si artificial intelligence mund të ndihmojë komunitetet dhe si mund t'u lehtësojë punën vendimmarrësve për të hartuar politika më të drejta, më të sakta dhe më efikase. Por do të flasim edhe për kufirin që nuk duhet kaluar, sepse artificial intelligence duhet të jetë një busull që na orienton, jo një patericë nga e cila mund të bëhemi të varur. Pjesa e parë e këtij episodi lidhet me pyetjet që ne i bëm ChatGPT-s. Pika jone e nisjes ishte një pyetje shumë e thjeshtë. Çfarë mund t'i kërkojmë ChatGPT-s banorët e zonave të ndryshme të Shqipërisë? Përgjigjet e modelit u organizuan sipas disa kategorive të mundshme, si shëndetësia, arsimi, bujqësia, teknologjia, biznesi, shërbimet ligjore dhe procedurat administrative. Nga kjo analizë hipotetike u krijua një hartë e mundshme e nevojave. Nga zonat e thella të Dibrës, Kuksit, Tropojës dhe Pukës, pyetjet lidheshin më shpesh me aksesin me kujdesin shëndetësor, arsimin dhe shërbimet administrative. Në zonat me aktivitet të lartë bujqësor, si Fieri, Lushnja, Korça dhe Berati, pyetjet kishin lidhje më shumë me sëmundjet e bimëve, prodhimin, subvencionet dhe shitjen e produkteve. Në qytetet e vogla, pyetjet kishin më shumë interes për punësimin, vetpunësimin dhe hapjen e bizneseve online. Ndërsa në qytetet mëdha si Tirana dhe Durrësi, pyetjet kishin më shumë lidhje me programimin, marketingun, produktivitetin, automatizimin dhe krijimin e përmbajtjes. Përsëri këto nuk janë të dhëna të verifikuara, janë hipoteza të ndërtuara nga modeli mbi bazën e karakteristikave të përgjithshme sociale, ekonomike dhe gjeografike. Por edhe një hipotezë mund të jetë e vlefshme nëse na ndihmon të bëjmë pyetjen e duhur. Pjesa e dytë e këtij episodi lidhet me mënyrën dhe me atë që çfarë fshihet pas një pyetje. Le të imagjinojmë një qytetar që jeton në një zonë të thellë dhe pyet: si ta kuptoj nëse duhet të shkoj urgjentisht te mjeku? Në pamje të parë kjo është një pyetje shëndetësore, por pas saj mund të fshihen disa probleme tjera. Mjeku mund të jetë larg, transporti mund të jetë i kufizuar, qytetari mund të mos ketë një numër ku të kërkojë orientim të menjëhershëm. Mund të mos ketë një mundësi ekonomike për një konsult private, ose mund mos e di se cili institucion ofron shërbimin që i nevojitet. Pra,
pyetja për shëndetin mund të jetë në të njëjtën kohë një pyetje për transportin, infrastrukturën, informacionin dhe pabarazinë ekonomike. Tani le të imagjinojmë një fermer që pyet: çfarë sëmundje ka një domate për shembull? Kjo nuk është vetëm një pyetje për një bim. Ajo mund të tregojë se fermeri nuk ka një agronom pranë, mund të mos ketë informacion për përdorimin e pesticideve, mund të mos di si të kontaktojë një specialist ose si të mbrojë prodhimin. Nëse qindra fermer do të bënin pyetje të ngjashme, kjo do të ishte një shenjë se nuk kemi thjesht një problem individual. Mund të kemi një boshllëk në sistemin e këshillimit bujqësor. Një nxënës pyet: "Ma shpjego këtë ushtrim sepse nuk kam mësues privat." Pas kësaj pyetje mund të jetë një familje me të ardhurat të kufizuara, mund të jetë një shkollë që nuk ka programe mbështetëse të mësimit, mund të jetë një zonë ku mungojnë mësuesit e një lënde të caktuar, ndërsa një qytetar tjetër mund të pyesë: si të aplikoj online për një filan dokument. Ndoshta problemi nuk është se qytetari nuk është i aftë dhe nuk di se si ta bëjë atë shërbim. Problemi mund të jetë se procedura mund të jetë e ndërlikuar, usimet mund të jenë të paqarta ose gjuha e përdorur nga institucioni mund të jetë tepër teknike. Kjo na çon te një nga idetë më të rëndësishme të episodit. Një pyetje nuk na tregon vetëm se çfarë nuk di qytetari, mund na tregojë edhe se çfarë nuk funksionon në sistem. Pjesa e tretë e këtij episodi lidhet me mënyrat alternative të përdorimit të artificial intelligence. Njerëzit nuk i drejtojnë gjithmonë ChatGPT-s apo modeleve të ndryshme të artificial intelligence që zgjedhin të përdorin sepse e konsiderojnë burimin ideal. Shpesh ato i drejtojnë sepse është burimi më i shpejtë, më i lirë ose i vetmi që kanë në ato moment. Një profesionist mund të jetë shumë larg, një konsult mund të jetë e kushtueshme. Informacioni zyrtar mund të jetë i vështirë për të kuptuar, shërbimi mund mos jetë i disponueshëm jashtë orarit, ose qytetari mund të ketë nevojë për një shpjegim hapasapi. Në këto raste, artificial intelligence me role të ndryshme. Mund të jetë një orientuese që i tregon qytetarit ku duhet të drejtohet, mund të jetë një përkthyese që e kthen gjuhën teknike në fjalë më të kuptueshme, mund të jetë një mësuese plotësuese që e ndan problemin në hapa, mund të jetë një asistente praktike për dokumentet dhe aplikimet, ose mund të jetë një mbështetëse profesionale për punësimin, biznesin, kërkimin dhe zhvillimin e aftësive. Por këtu kemi nevojë për një dallim shumë të rëndësishëm. Artificial intelligence mund të jetë plotësuese, por jo gjithmonë zëvendësuese. Mund të japë informacion të përgjithshëm për një simptom, por nuk duhet të japë një diagnozë përfundimtare. Mund shpjegoj një kontratë, por nuk mund zëvendësoj një jurist në një çështje serioze. Mund të ndihmojë nxënësin të kuptojë një ushtrim, por nuk duhet bëjë detyrat në vend të tij. Mund të japë fermerit disa shpjegime fillestare, por nuk duhet të sugjerojë trajtime të rrezikshme për dhëna të mjaftueshme dhe pa përfshirjen e një specialisti. Pra, fjala kyçe këtu është gjithmonë orientimi. Një sistem i mirë i artificial intelligence duhet të ndihmojë qytetarin të kalojë nga pyetja te burimi i duhur dhe jo të mbajë përfundimisht brenda bisedës me chatbotin. Pjesa e katërt e këtij episodi fokusohet në dy Shqipëri të ndryshme përpara së njëjtës teknologji. Nga analiza jonë konceptuale, dolën dy mënyra kryesore të përdorimit të artificial intelligence. Për disa qytetar, ajo mund të përdoret për të plotësuar një mungesë. Nuk kam një mjek pranë, nuk kam mundësi të paguaj një jurist, nuk kam mësues që të më ndihmojnë, nuk e kuptoj dokumentin, nuk ka specialist në zonën time, por për disa qytetar të tjerë, artificial intelligence përdoret për të zgjeruar një mundësi që tashmë ekziston. Si ta zhvilloj biznesin, si ta automatizoj punën, si të krijoj një përmbajtje më të mirë, si ta përmirësoj kërkimin shkencor, si të konkuroj në një treg ndërkombëtar. Pra, për grupin e parë, artificial intelligence mund të jetë një urë drejt një shërbimi bazë, kurse për grupin e dytë mund të jetë një shumë fishuese avantazheve që tashmë ato i kanë. Ky dallim është thelbësor. Nëse qytetarët me më shumë arsim, para, pajisje dhe internet e përdorin artificial intelligence për të ecur edhe më shpejt, ndërsa pjesa tjetër e shoqërisë nuk ka akses ose nuk di si ta përdor, teknologjia mund ta thellojë pabarazinë.
Prandaj nuk mjafton që një mjet i artificial intelligence të jetë teknikisht i disponueshëm. Artificial intelligence duhet jetë i kuptueshëm në gjuhën shqipe, duhet të funksionojë dhe për njerëzit me aftësi të kufizuara digjitale, duhet të japë përgjigje të thjeshta dhe praktike, duhet jetë i aksesueshëm edhe nga pajisje më të vjetra dhe lidhje më të dobta interneti. Mbi gjitha, qytetarët duhet të mësojnë si ta përdorin. Kjo është kryesorja. Sepse edhe mjeti më i fuqishëm nuk krijon barazi nëse vetëm një pjesë e popullsisë ditë përfitoj prej tij. Pjesa e 5 e këtij episodi fokusohet në rekomandimet që ne mund të nxjerrim. Shëndetësia dhe zonat e thella. Nëse një studim i vërtet do të zbulonte shumë kërkesa për simptoma dhe situata emergjente nga zonat e thella, rekomandimi nuk duhet ishte që qytetarët të mbështeteshin më shumë te ChatGPT. Rekomandimi duhet jetë përmirësimi i shërbimit real. Mund të krijohen shërbime të orientimit shëndetësor në distancë, linja telefonike lokale, njësi të lëvizshme dhe forma të telemjekësisë. Artificial intelligence mund ndihmoj për të identifikuar shenja alarmuese dhe për të orientuar qytetarin te shërbimi i përkatës. Në një situatë urgjente, përgjigjja më e dobishme e artificial intelligence nuk është përgjigjja më e gjatë, është udhëzimi më i shpejtë për të kontaktuar profesionistin e duhur. Pra, nëse në zonat të thella, le të themi, të Shqipërisë, pyetjet më të shpeshta në lidhje me shëndetësinë nënkuptojnë që nuk ka shërbimin e duhur mjekësor, atëherë vendimarrësit që kanë lidhje me politikat shëndetësore mund të krijojnë strategji lokale, aty ku mund të jetë e nevojshme, ku ka mungesë mjekësh, mund gjejnë një mënyrë telemjekësie, pra të çojnë, nëse është më e thjeshtë dhe më pak kosto, të bëjnë të mundur një infrastrukturë, interneti më të mirë dhe të krijojnë për atë zonë një mundësi për telemjekësi në mënyrë profesionale, mund të ishte një zgjedhje emergjente, po që i bënte mirë edhe zonës. Pra këtu artificial intelligence ndihmon shumë. Ose mund ajo që është më kryesorja kuptohet që aty ka nevojë për shërbim më cilësor, përderisa të njëjtat pyetje janë në lidhje me mungesat thellësisht të dukshme me mjekësinë. Gjithashtu në lidhje me bujqësinë. Nëse pyetjet për bimët, subvencione dhe tregun përsëriten shumë shpesh në zona bujqësore, pra mund zhvillohet një asistent digital në gjuhën shqipe i përshtatur për bujqësinë vendase. Pra ChatGPT të kupton, të bën të mundur të kuptosh që në këto zona të caktuara, pyetjet më të shpeshta në lidhje me bujqësinë janë këto. Atëherë, kjo tregon që këtu ka mangësi në lidhje me bujqësinë që lidhen me këto pyetje. Atëherë, si mund të bëhet një strategji, le të themi, vetëm për këto zona, me një kosto që mund të jetë shumë herë më e ulët se të bësh një strategji kombëtare që mund të mos jetë e nevojshme në zona në qytete të tjera. Atëherë bën një strategji vetëm për këto, gjen disa zgjidhje ku artificial intelligence mund të jetë shumë eficiente, ul kostot, por nga ana tjetër i jep këtyre zonave që kanë lidhje me bujqësinë shërbimin e duhur, përgjigjet e duhura në kohë reale. Pra, kjo është mënyra, një nga mënyrat më të sakta se si t'i bëjmë pyetje ChatGPT-s, se si të marrim në bazë të pyetjeve cilësore, të marrim përgjigje cilësore dhe të bëjmë edhe analiza dhe të marrim edhe vendime cilësore. Pra ta përdorim artificial intelligence në mënyrën e duhur, jo për të humbur kohë, jo në mënyrë jo eficiente. Fokusuar prap tek bujqësia, fermeri mund dërgojë një fotografi të bimës, për shembull, dhe të marrë një vlerësim fillestar. Më pas sistemi mund ta drejtojë te një agronom ose te një institucion përgjegjës. I njëjti sistem mund shpjegojë skemat e subvencioneve, të ndihmojë me llogaritjen e kostove dhe të jap udhëzime për shitjet online. Megjithatë, artificial intelligence nuk duhet shpik diagnoza ose të rekomandojë pesticide të rrezikshme pa informacion të plot. Pra, artificial intelligence duhet ta lidh e fermerin me ekspertizën, nuk duhet pretendoj ta zëvendësojë atë. Ose përgjigjet e ChatGPT-s të merren si përgjigje eksperti. Pra, artificial intelligence, ChatGPT apo kushdo model tjetër i artificial intelligence që banorët e këtyre zonave përdorin dhe nga pyetjet e cilëve ne mund të kuptojmë
se çfarë po ndodh, çfarë u mungon, atëherë kjo është një gjetje shumë e mirë dhe në bazë të kësaj mund të krijohen ca strategji. Pikërisht për këto zona për të bërë disa zgjidhje me artificial intelligence që janë të monitoruar nga ekspert dhe i kthejnë në kohë reale përgjigjet e duhura këtyre fermerëve për gjithë pyetjet apo për problemet që kanë. Arsimi, që është një pikë tjetër shumë kryesore. Nëse nxënësit e fshatrave dhe qyteteve të vogla kërkojnë ndihmë për mësimet, mund të krijohen tutor artificial intelligence në shqip. Por një tutor i mirë nuk duhet t'i jap nxënësit vetëm përgjigjen. Nëse nxënësi i thotë më bëj këtë ushtrim, sistemi duhet i përgjigjet. Le ta zgjidhim së bashku, më trego se cilën pjesë nuk kupton. Pra, qëllimi duhet të jetë zhvillimi i të menduarit dhe jo zëvendësimi i tij. Përveç mjeteve të artificial intelligence, institucionet mund zhvillojnë programe mbështetëse pas mësimit, biblioteka digjitale ose qendra komunitare ku nxënësit kanë internet, pajisje dhe mbështetje njerëzore. Pra, është e dukshme tashmë që në disa zona të thella të Shqipërisë dhe në një pjesë të fshatrave, shkollat kanë ngelur me shupak nxënës, edhe ndoshta shumë herë janë detyruar që shkollat edhe të mbyllen. Edhe pa diskutim prindrit apo nxënësit të gjendur para situatave të tilla ku shkolla më afërt mund të jetë shumë larg ose gjatë dimrit për shembull kur kushtet mund të jenë shumë herë më të vështira për të aksesuar shkolla më afërt, mbetur para faktit që ngelet fëmia pa arsim, atëherë i drejtohet ChatGPT-s. Por nëse këto pyetje që ky mini studim le të themi që ne e bëm direkt nga vetë ChatGPT-ja, tregon që pyetjet më të shpeshta në arsim të këtyre zonave të thella ishin të njëjta, do të thotë që këtyre njerëzve mund t'i krijohet një mini strategji ku të shikohen kostot për t'i çuar një internet të saktë, ku të krijohet një mënyrë që të jepet një shërbim online nëse shkolla është e pamundur, meqense mund të ketë shumë pak nxënës. Atëherë të kuptohet sa është numri i nxënësve. Në këto zona të krijohet një mundësi ku interneti të jetë i saktë, të bëhet një program online, të vjen në dispozicion disa mësues që atyre të krijojnë mundësinë e mësimit online ose të krijohet një program artificial intelligence dhe t'i mundësohet fëmijëve që t'i jepet, le të themi, ajo përmbledhja e arsimit, e nivelit të arsimit që ai ka nevojë. Dhe kjo gjë edhe mund t'ul kostot edhe i jep gjithë banorëve dhe në zonat më të thella shërbimin në lidhje me arsimin dhe fëmijëve në nivelin e duhur që ato kanë nevojë, edhe zgjidhet një problem që është shumë i madh sepse mungesa e arsimit si për nxënësin, si për prindrin, pa diskutim që është injorencie shumë të madhe dhe detyrohen ti drejtojnë ChatGPT-s. Po a është etike dhe a është e përgjegjshme përgjigja vetëm ta lësh në dorën e ChatGPT-s? Jo, sepse ne po flasim në këtë podcast për një responsible AI, pra për një mënyrë të përgjegjshme të modeleve të artificial intelligence. Pa diskutim ne mund gjejmë mënyrat më të mira për të kuptuar nga artificial intelligence, por ato që rekomandojmë dhe ato strategji pastaj që duhen zgjedhur për zgjidhjet duhet pa diskutim të merren vendime nga ekspertët edhe të bëhen politika nga ekspertë. Shërbimet publike, nëse shumë qytetarë kërkojnë ndihmë për të njëjtin formular, ndoshta problemi nuk është te qytetarët. Pra, nëse shohim të njëjtën pyetje në disa zona të Shqipërisë, nga një pjesë e madhe e qytetarëve mund të jetë një problematikë te formulari. Institucionet mund të përdorin një artificial intelligence për të analizuar se cilat pjesë të procedurave krijojnë më shumë paqartësi, për shembull. Ose më pas mund të rishkruajnë udhësimet me gjuhë më të thjeshtë dhe të krijojnë një asistencë digjitale që shpjegon procesin hap pas hapi. Një sistem i mirë duhet të rregojë qartë dokumentet e nevojshme, institucionin përgjegjës edhe hapat e aplikimit, por informacioni duhet lidhet me burime zyrtare dhe të përditësohet vazhdimisht. Pra artificial intelligence nuk duhet krijojë një stres të re konfuzioni mbi një procedurë, që tashmë është e vështirë, por duhet ndihmojë për ta zgjidhur. Punësimi dhe biznesi. Pyetjet për CV, intervista, profesione dhe biznesa online
mund na ndihmojnë të kuptojmë se çfarë aftësish kërkojnë qytetarët. Nëse shumë të rinj interesojnë për programim, marketing, turizëm, gjuhë tuaja ose punë në distancë, këto sinjale mund të përdoren për të projektuar programe trajnimi, por nuk mjafton të hapet një kurs. Duhet analizohet nëse qytetarët kanë pajisje, kanë internet, kanë transport, edhe kohë për ta ndjekur kursin. Pra, duhet parë nëse aftësia e mësuar lidhet me vendin real të punës, dhe duhet matur jo vetëm numri i personave që regjistrohen, por edhe sa e përfundojnë trajnimin, sa gjejnë punë dhe sa arrin të përmirësojnë situatën e tyre nga ky trajnim. Artificial intelligence mund të identifikojë interesin dhe nevojën, por pastaj janë politikat publike që duhet i kthejnë ato në mundësi reale dhe duhen gjenë strategjitë e duhura për t'i shkuar në ndihmë qytetarit. Pjesa e 6 e këtij episodi fokusohet në mënyrën se si mund t'i ndihmojë artificial intelligence vendimmarrësit. Modelet me artificial intelligence mund të përpunojnë sasi të mëdha informacioni dhe të identifikojnë tema që përsëriten. Ato mund të analizojnë në mënyrë anonime përgjigjet e anketave, kërkesat drejtuar institucioneve, konsultimet publike dhe raportet lokale. Mund dallojnë se cilat probleme përmenden më shpesh, cilat zona kanë më shumë vështirësi dhe cilat kategori qytetarësh mund të jenë më të prekura. Kjo mund t'i ndihmojë vendimmarrësit të përcaktojnë prioritetet, por artificial intelligence nuk duhet të jetë vendimmarrësi. Ajo mund të thotë se një problem përmendet shpesh. Nuk duhet vendos vetë se cili komunitet duhet të jepet buxheti dhe cilit jo. Mund të krahasojë disa alternativa, por nuk mund të marrë vetë një vendim politik që prek jetën e qytetarëve. Mund të ndihmoj me parashikime, nuk mund të garantoj se parashikimi është i saktë. Prandaj, procesi duhet bashkojë analizën teknologjike me njohuritë e profesionistëve dhe përvojën e komunitetit. Një model i artificial intelligence mund të identifikojë se pyetjet për kujdesin shëndetësor janë të shpeshta. Një mjek mund shpjegoj çfarë shërbimi nevojitet. Një drejtues vendor mund vlerësoj mundësinë e financimit, ndërsa vetë qytetarët mund tregojnë nëse zgjidhja e propozuar u përgjigjet nevojave të tyre. Kjo është vendimmarrje e mbështetur nga artificial intelligence, jo vendimmarrje e dorëzuar totalisht tek artificial intelligence, që është mënyra e gabuar. Pjesa e 7 e këtij episodi fokusohet në si mund të realizohet një studim i vërtetë. Hapi tjetër mund të jetë zhvillimi i një projekti pilot në disa zona të ndryshme të Shqipërisë. Qytetarëve mund të kërkohet një mënyrë vullnetare dhe anonime të tregojnë se për cilat probleme do donin më shumë informacione ose mbështetje. Mund zhvillojnë intervista me fermer, mësues, mjek, punonjës social, të rinj, personat pa punë dhe drejtues vendor. Rezultatet mund të krahasohen me të dhënat mbi shërbimet që ekzistojnë realisht në çdo zonë. Studimi duhet përfshijë edhe personat që nuk e përdorin ChatGPT. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ajo është më gjithëpërfshirës. Nëse analizojmë vetëm përdoruesit e artificial intelligence, do të shohim vetëm nevojat e personave që kanë internet, pajisje dhe nivel të caktuar aftësish digjitale. Pra, nuk do të jetë gjithëpërfshirës studimi. Njerëzit më të izoluar mund mos shfaqen fare në të dhëna. Prandaj teknologjia duhet kombinohet me takime në komunitet, anketa në terren dhe intervista njerëzore. Artificial intelligence mund na ndihmojë të shohim një pjesë të realitetit, por nuk duhet të ngatrojmë atë pjesë me gjithë realitetin. Pjesa e 8 e këtij episodi fokusohet tek rëndësia e pyetjes së duhur. Pra, sa e rëndësishme është ne një modeli të artificial intelligence t'i bëjmë pyetjen e duhur. Cilësia e përgjigjes varet shumë nga cilësia e pyetjes. Për shembull, në vend që të pyesim pse qytetarët nuk i kuptojnë shërbimet publike, mund të pyesim cilat pjesë të procedurës janë të paqarta dhe si mund t'i thjeshtojmë. Në vend që të pyesim pse fermerët nuk e përdorin teknologjinë, mund të pyesim a pengohen nga kostoja, mungesa e internetit, mungesa e trajnimit apo fakti që aplikacionet nuk janë fare në gjuhën shqipe. Në vend që të pyesim pse nxënësit nuk mësojnë, mund të pyesim a kanë nxënësit pajisje internet, mbështetje familjare dhe mundësi për të kërkuar ndihmë pas mësimit? Pyetja e dobët kërkon të gjejë fajin te qytetari. Pyetja e mirë kërkon të kuptoj pengesën. Artificial intelligence mund të jetë shumë e vlefshme pikërisht këtu. Mund na ndihmojë ta shqyrtojmë një problem nga këndvështrime të ndryshme, të sfidojmë supozimet tona dhe të formulojmë hipoteza që më pas
të testojnë në teren. Por, duhet kemi kurajën të mos pranojmë automatikisht përgjigjen e parë që na jep. Duhet ta pyesim. Mbi çfarë supozimesh bazohet një përgjigje? Pra kjo përgjigje që ChatGPT ose një model tjetër artificial intelligence të jep. Çfarë informacioni mungon? Cilat grupe mund mos jenë të përfaqësuara? Si mund verifikohet një përfundim i caktuar? Ky është përdorimi kritik dhe inteligjencë i artificial intelligence. Pra një përdorim në mënyrë të përgjeshme dhe që të ndihmon të kesh një rezultat më efektiv. Pjesa e 9 e këtij episodi fokusohet në faktin që artificial intelligence ta përdorim si busull dhe jo si një patericë. Artificial intelligence do të na ndihmojë të kalojmë nga pyetja te veprimi. Nuk duhet përdoret për të shpangur vendimet, për të menduar në vendin ton ose për të kaluar orë të tëra duke gjeneruar përgjigje që nuk i përdorim. Në shëndetësi duhet na drejtojë te mjeku kur situata e kërkon. Në ligj duhet na ndihmojë të kuptojmë problemin, por informacioni duhet verifikuar. Në arsim duhet na ndihmojë të mësojmë, jo të kopjojmë. Në punë duhet përmirësoj përgatitjen tonë, jo të zëvendësoj gjykimin profesional. Në jetën personale nuk duhet të zëvendësoj familjen, miqt, mësuesit, psikologët dhe komunitetin. Një përdorim i shëndetshëm i artificial intelligence duhet përfundojë me një hap konkret në botën reale. Mund të jetë kontaktimi i një profesionisti, mund të jetë plotësimi i një aplikimi, mund të jetë fillimi i një kursi, mund të jetë organizimi i një takimi në komunitet, mund të jetë rishikimi i një politike publike. Nëse artificial intelligence na ndihmon të kuptojmë problemin dhe të veprojmë, ajo po na fuqizon. Nëse na mban vetëm duke konsumuar përgjigje, ajo po na mban të zënë dhe po bëhemi të varur. Ajo që ndërtuam për këtë episod nuk është një studim i Murfield. Siç e tham dhe më sipër, është një eksperiment mendimi që i bëm ChatGPT-s me disa pyetje. Organizuam përgjigjet dhe krijuam një art hipotetike të nevojave që mund të ekzistojnë në komunitetet shqiptare. Por vlera e këtij ushtrimi nuk qëndron te pretendimi se artificial intelligence e njeh totalisht realitetin ton. Vlera qëndron te mundësia për të na ndihmuar të kërkojmë realitetin në mënyrë më të organizuar. Pyetjet mund na ndihmojnë se ku duhet shohim, por qytetarët duhet na tregojnë se çfarë po përjetojnë. Artificial intelligence mund ndallojë modele, por profesionistët duhet i verifikojnë. Artificial intelligence mund sugjerojë alternativa, por vendimarrësit duhet marrin përgjegjësinë për zgjidhjet e tyre. Edhe për zgjedhjet e tyre. Dhe komunitetet nuk duhet jenë thjesht burim të dhënash, duhet jenë pjesë e vendimarrjes. Nëse shumë qytetarë pyesin si të plotësojnë një formular, ndoshta duhet ndryshuar mënyra se si është ndërtuar formulari. Nëse fermerët kërkojnë vazhdimisht ndihmë për bimët, ndoshta duhet çuar agronomi më shpesh pranë tyre. Nëse fëmijët i kërkojnë artificial intelligence një mësues, ndoshta duhet të investojmë më shumë në mbështetjen arsimore. Me strategji që kanë lidhje me arsimin, si t'ja çosh arsimin atje në mënyrat më të mundshme. Dhe nëse banorët e zonave të thella i kërkojnë një chatbot të vendos nëse duhet shkojnë urgjentisht te mjeku, zgjidhja nuk është t'u japim vetëm një chatbot më të avancuar. Zgjidhja është t'u çojmë shërbimin e mjekut, pra shërbimin e mjekësisë, t'ja çojmë atje, të bëjmë politika që ato të kenë shërbimin, se do thotë që i mungon kjo gjë dhe i drejtojnë ChatGPT-s për gjetë zgjidhjen më të shpejt mundshme. Ky është ndryshimi ndërmjet përdorimit të artificial intelligence për të fshehur problemin dhe përdorimit të saj për ta zbuluar problemin, sepse inteligjenca artificiale nuk duhet na mësojë të jetojmë me mungesat, duhet na ndihmojë të shohim ato, t'i kuptojmë dhe t'i adresojmë. Dhe pyetja më e rëndësishme nuk është çfarë mund të bëjë artificial intelligence për ne. Pyetja është çfarë do të bëjmë ne me atë që artificial intelligence na ndihmon të shohim. Unë jam Najada dhe ky është AI and Ethics Podcast. Deri në episodin e ardhshëm, përdoreni inteligjencën artificiale për të bërë pyetje më të mira, për të menduar më thellë dhe për të ndërmarrë veprime më të mençura, sepse teknologjia duhet të jetë fillimi i zgjidhjes, jo zëvendësimi i saj.
Faleminderit që më ndoqët dhe ju uroj gjithë mirat deri në episodin e radhës.